Por I kthehemi edhe me një epizod tjetër të emisionit tonë Muhabet me Arditin, ku të ftuar e kemi një hoxh I cili nuk do të na rrëfej për mësimet fetare, por do të na rrëfej për pjesëmarrjen e tij në luftën e Kosovës. Ai u bashkua luftës ose frontit të Koshorës më saktësisht nga medresja e Tiranës. I ftuar I sotëm me Shaqir Goshi, hoxh mirë se erdhe në studio. Faleminderit për ftesën, mirë se gjetëm. Hoxhë potencova edhe në hymje që keni kaluar medresën e Tiranës, ku I keni kryer shkollën e mesme. Ç'është ndodhi kalimi për në Shqipëri? Neva të botë si të ri me ambicje për kërkimin e dijes në moshën 14-15 vjeçare, konkretisht në vitin 1993 në ngushtin e këtij viti, bashkë me një sebeb timin, kemi marrë rrugën për herë të parë në mënyrë ilegale për të kaluar nga Kosova në Shqipëri nëpërmes rrugës së Gjonajve të Hasit, fshatit Planet, fshatit Buzë Kufirit dhe kalimit në Shqipëri në fshatin e parë në Buzë Kufinit të Republikës së Shqipërisë në Cahan për tutje për krum, koks dhe tutje në Tiranë. Do të thonë kalimi u kon ilegalisht. A e pa të vështirë me u regjistruar me drejsa dhe që shkoj shkolla mesme? Realisht Kufini ka qenë shumë jashtë për kuptimin e kalimit, saqë njerëzit kur na takojshin gjatë rrugës nuk e besojshin se jemi të bë atë rrugë, nga se shumë të rija, po edhe të reja kanë dhënë jetën në atë brez kufitar për idealet e tyre, qofshin ato kombëtare apo qofshin të tjera. Dhe se për me potencu rrugtimi, si rrugtim dhe kalimi, ka qenë shumë I vështirë. Pas parasysh të du me thanin kush mundet paka shumë me ditën, se gjatësia prej Gjonave të Hasit, konkretisht prej Urës e Landovicës, deri në Krum, ku atë botë nuk ka pas mundësi për me lëvizën me mjete përveç se kam, dikon ka qenën deri në 17 orë ecje, pa ndërprerje. Në Shqipëri, pastaj lidhemi me një shoqatën jetimat e Shqipërisë, cili u kon roli I kësaj shoqate, edhe a morë në aktivitet tjetër përveç humanizmit, do të thonë me jetimat. Fati I jonë, kisha me thonë ndër shumë vështërsitë e radhës edhe të fatit në përgjithësi ka qenë që unë si I vetëm I ri nga Kosova u regjistrova në medresen Mahmud Dashi në Tiranë dhe mbarova atu shkollimin e mesme profesional medresen me një sukses të shkëlqyshëm dhe pastaj u takum rastësisht me një shoqatë turke ku për emision ka pasën përkrahjen e shqiptarëve në përgjithësi, po në veçanti shqiptarë nga Kosova ku për synim dhe për qëllim kryesor kanë pasën ndihmën në forma të ndryshme luftën e Kosovës. Unë kështu pas mbarimit të shkollës pra, siç e potencova më përpara, u bashkangjita kësaj iniciative, edhe pse si I ri atë botë moshën 17-18 vjeçare nuk isha për rrjedhën e këtij procesit se si do të vijoj, megjithatë mora vesh pastaj nga ata në mënyrë direkte edhe në mënyrë më të mirë të mundshme të shpjegimit se neve jemi në shoqatë e cila është e regjistruar në përkrahjen, mbështetjen e jetimëve shqiptar, fëmijë jetimëve shqiptar. Po ata ja se pas kanë pas një mision për të cilën unë u gëzova shumë dhe pa menduar dy herë ju bashkangjita e kësaj iniciative, apo këtij misioni për cilën do të thotë ata e keshin të regjistruar sikur në emën jetimave të Ballkanit, jetima shqiptar të Ballkanit, po mbrapa kësaj një aktivitet për cilën do të thotë ishte direkt për neve, konkretisht pra ndihmën e ushtrisë shërbëtare të Kosovës. Do të thonë sjelljen e armatimit.
Në grumbullimin e armatimeve gjithandej në vende të ndryshme, qofshin ato në Ballkan apo GTU, edhe në Evropë, në mënyrë më specifike apo më speciale në Turqi. Ku pjesëmarrësi i grumbullimeve të mjeteve kam qenë në disa raste. Mirë, po për me potencu në kështu në mënyrë pak më konkrete se ndihma e shtetit ton vëlla Turqis ka qenë permanente. Mirë, po për me rrit nivelin edhe me bë ma suksesshëm ndihmën edhe me bë ma efikase lëvizjet e ushtrisë shërbimtare, miftinia i asaj kohës, miftinia i Republikës së Turqisë ka lëshu një qarkuare për cilën ka kërku nga të gjithë imamet e Republikës së Turqisë me grumbullu mjete financiare për blemjen e armatimit dhe pastaj me delegunën në për rrugëve caktuar me delegu për në Kosovë. Po, në atë kohë në Turqi kur lëshu kjo qarkore. Po, në atë kohë një më kanën si përkrahas i kësaj lëvizje në ngrumbullimin edhe ndihmën e ushtrisë shërbimtare të Kosovës. Po, a keni arrit me po, a mbledhën shifre caktuar kështu, ose janë konë dordhancë? Po, policia turke? Kjo iniciativë ka qenë në presidense në kohën e asaj bote, ka qenë shumë e qëllume, edhe neve sot kur e mendojmë kemi një farloj argumenti për cilën si një pris, pavarësisht çfarë lëvizje duhet jetë i gatshëm që del me një diçka e cila do të jep efekt direkt. Edhe këtu pas kësaj qarkorje, prej kohës e drekës, kur neve kemi kryer ceremoninë e drekës, gjithsesi faljes e namazit e xhumas deri në kohën e akshamit, tash me tregunën se çfarë vlere ka pas lira atëhershme, nuk e di, po mbajmë mirë mend se në mbrëmje vetëm prej qytetit të Bursas, ku ka edhe më së shumti shqiptar në qytet, edhe ku përbahet numri i popullatës së këtij qyteti në atë kohë të paktën dikon tek 3 milion banor, e thom me kompetencë kur kanë ardhen përgjegjësit e grumbullimit ty në mjeteve, kanë ardhen me 2 çanta të mëdha të mbushne plot me pare apo monedhë turke, lira të Turqisë. Hoxhu, atëherë keni të referu në hoxh. Atëherë keni lëviz, domethënë Turqi me një pasaport false, që e keni bu në Shqipëri. A mund na tregu pak edhe këtë pikë? Kjo puna pasaportës mu ka desht mu domosdoshmërisht për me kalunën nga aeroporti i Rinasit për në Stamboll, gjatë të cilën për herë të parë për rrefejmë këtu para juve, edhe kemi nderin edhe kënaqësinë, por edhe faktin e realitetit se ministri i asaj kohe, ministri i punëve të mbrëmshme, akoma përpaj preju në fotografit për pasaport, ai ma ka përgatitën pasaportën me qëllimin që unë të kem mundësin rrugëtimi për në Turqi, për mi u bashkangjitë do të ndihmes luftës ushtrisë shërbimtare të Kosovës. A ka diçka specifike në këtë aspekt, nëse nuk gaboj, ju jeni në zonë, domethënë për autoriteteve të Shqipërisë, edhe për fat mirë nuk keni burgus, po ka ndodhur një keqtrajtim aty. Pas disa lëvizjeve që kemi pasën konsideroj të shpeshta për çdo muaj vajtje ardhje, ne kemi rënë sy të organet e Republikës së Shqipërisë, konkretisht Ministrisë së Brendshme dhe njësisë speciale forcave të Shqipërisë, dhe ndaljet e aeroportit jemi bloku nga ata, ku edhe na kanë marrën edhe na kanë delegu në stacionin më të afërt të policisë, pra gjithsesi në stacionin e Laprakës.
Dhe atje në korridorin e burgut, unë kam qenë veti 5, po për nga mosha kam qenë në Majriu, dhe oficeri i raportit ju ka kërkuar në kolegëve të tij që më marrë mu në pyetje si Majri për me mujtën ai me zbërthynën apo maserunën enigmen e këtyne lëvizjeve të shpeshta që kemi pas na, në të cilën neve jemi thirrë se jemi punëtorë të kësaj shoqatës, pra shoqatës për ndihmën e jetimëve të Shqipërisë. Dhe këtu në zyrën e komandantit të policisë, pas disa pyetjeve direkte, duke u përpjekur që me sharunën, do të thonë aktivitetin tonë, ne sigurisht kemi qenë komgullës dhe nuk I kemi dhënë shpjegimet tona, prej frikës se mundemi me u ndalë vazhdimi I këtij aktiviteti I cili je shumë I madh, je shumë domethënës për ndihmën e luftëtarëve tonë, pra ushtarëve tonë në Kosovë dhe në brezin e Kosovës. Dhe nuk më dha përgjigje për cilën ai më ka pyetën, po pas nervozës së tina, atëherë fatkeqësisht ai ka kaluar në dhunë fizike ndaj meje, për me nxjerrën, do të thonë të vërtetën e asaj çka ata kanë menduar, jo që e kanë ditë ata se çka jemi tu punu, po kanë ndyshuar. Mirë, po një herë në kum folën atë botat ku se të paktën nga unë nuk del, do të thonë kjo për të cilën do të thotë ne kishim dhënë fjalën se do ta mbrojmë me çdo kusht dhe nuk kanë mujt me na zbulunën rastin tonë. Ndodhë do të thonë kesh trajtim atë prejonës policisë të Shqipërisë. Po realisht nuk deshta më lëshunën këta, po realisht oficeri policisë ka çu dorën ndaj mesh një 3-4 herë kështu në mënyrë të njepasnjeshme, duke kërkuar nga unë që të flas. Po do të thotë ato sigurisht më kanë ndihmu Zoti, padyshim edhe unë ku ngul kam se nuk do të flas për këtë çështje. Pavarësisht epilogit që ka mujt do të thotë me ndodhen ndryshe, po që faktikisht ka ndodhen në mënyrën më të mirë të mundshme lehtësimi dhe lirimi nga ky repart I policisë, dhe na ka marrë nga atu, na ka ofruar largimin me një furgon, ku në mesin e përcjelljes vetë komandanti I policisë ka dalë dhe më ka përcjell mu te furgoni edhe më ka dhënë në dorën, duke me kërku falje, edhe duke u shpreh tekstualisht se unë kërkoj falje ndaj jush, po detyra jon të pasë parasysh se qysh u sill ndaj meje, do të thonë dhënshëm, detyra jon e funksioni I punës tonë kërkon se ne nga një herë edhe kësaj mos sill, por realisht aja nuk ka qenë, zbesoj unë që ka qenë për poshtmëri me përgjegjësinë e tij prej një përgjegjësi profesional. Po, pastaj çka ndodhi me aktivitetet e shoqatës? Aktiviteti I shoqatës pas këtij takimi, domosdoshmërisht pas konsultimit që kemi pasën pas këtij lirimit, ne kemi biseduar dhe jemi dakordu që të largohemi gjithse cilën e drejtimet e tia, duke mundu që me gjetë veten sa ma mirë që është e mundshme, dhe kështu do të thotë ka marrë epilogin kjo iniciativë. Pra, jemi largu, jemi nda nga njëri tjetri, nga frika se mos kemi ndonjë prej agjentëve policor apo ndonjë informacioni tjetër të shtetit që pastaj kemi pasën frikën që mundemi me u përgju apo të institutje me u sankcionu me masa tjera. Prandaj do të thotë jemi shprenda dhe zëcili nga ne e ka zgjedhur rrugën se si dhe nga do të shkoj pas këtij takimi, pas kësaj përpjekje. Për cilin vit bëhet fjalë të 90? Këtu bëhet fjalë për vitin 98. Po. Po.
Si aktivitet ka filluar edhe më herët. Si aktivitet ka filluar shumë më herët, po unë jom kyçen në mesi i vitit 97, se atëherë edhe vetëm sa kum përfunduar në medresën, pra përfundimi i medresës apo shkollimit tim ka qenë në periudha e vitit shkollor 97-98. Pas shpërbomës në forme të kësaj shoqate, cili është aktiviteti juaj? Nëse nuk gaboj çat kohë keni kryer edhe hoxhin. Po rastësisht unë kom jetuar në qytet studenti dhe kom pas nderin dhe kënaqësinë dhe mbaj me krenari, do të thotë takimet e asaj kohe, përjetimet e asaj kohe, se kom jetuar dhe kom bashkëpunu me njerëz të cilët e kanë pas fatin një farforme me kanën ndoshta në rrjedha për lëvizjet e ushtrisë shërbimtare më shumë se sa mrena. Muj mi cek disa emna të cilët atë botë kanë qenë, do të thonë studenta prej studentave të cilët pastaj janë inkuadru edhe në nivelet e shtetit tonë, në kategori pozitat ndryshme. Po ta fatin unë ashtu që mu takunen me një shok të dhomës, ku më spjegoj se pas ka fillu në një iniciativë e organizimit për me shku në haxh, pra unë me fjalë tjera në haxh kam shku në vitin në fundin e vitit 98, e kom kryer edhe këtë vizitë mrekullueshme, ku edhe këtu Zoti na ka mundësuar që mu bashku me disa njerëz të cilët do të thotë çdo herë mu më kanë shty që mi mbrojtën këtu edhe ma kanë forcuar të besimin në të gjitha kuptimet pozitive se si duhet me kanë një njeri i denjt për me qenën të Zotin radhë të parë i mirë, po edhe të rob të Zotit gjithësisht të njerëzit përgjithësi pa kur farë dallimi në raport me këta. E krym haxhin pra në vitin 98 dhe u kthym prap në Tiranë. Dhe pastaj pas kryerjes edhe këtij të obligimit, ku mua me kujton thirrjen e Zotit, e që neve e bojmë si besimtar, e bojmë në qabën e madhnushme, lebejk Allahume lebejk, përgjigjem ty o Zot të përgjigjem. Pra pas kthimit në Tiranë nga haxhi, ashtu Zoti ma ka dhënë fuqinë, ma ka dhënë edhe jetën e pastër që unë ta marr vendimin edhe t'ju bashkangjit në radhave të ushtrisë shërbimtare të Kosovës. Pastaj ju keni bashku frontit të Koshorës. Po. Çu ndodhi kalimi prej Tiranës në Koshorë? Kalimi nga Tirana në Koshare ka qenë kësaj. Neve masi që kemi marrë vendimin, një vendim për cilën do të thotë unë mbaj me kënaqësi dhe me krenari, edhe kujtoj shumë shpesh, jo vetëm në përvjetore edhe në data ditë caktume, po muj me thonën ndoshta edhe në baza ditore shumë shpesh. Kalimi im ishte nga Tirana drejt Kukësit dhe nga Kukësi në raportin e Kalimashit. Në Kalimash, në raportin e ushtrisë shërbimtare atë botë ku u drejtojke prej oficerëve tanë shqiptar të Kosovës dhe prej vëllezërve tanë shqiptar, ato kemi nejtën pak ditë, të paktën unë kom nejtë pak ditë se ushtarë tjerë kanë qëndru me javë, ndoshta edhe me muj, tuj kryn ato ushtrimet e një ushtrie për cilët do të thotë duke me pasën njohuri e lëvizje taktike, e gjujtje në përshëndestrat ndryshme, njoftimi me kalibrat ndryshme të armatimit, mirë po fatbarësisht unë ato i kom pas të njoft në shumë kohë më parë, më i me thonë për vitit 95-96, sepse në vitin 95-96 neve veç se kemi fillu me sjell nga Shqipëria armatim për në Kosovë. Gjithsesi kemi sjellën dinamit duke përcjell nga kapsulat ndezëse, fitilat edhe të tjerët. Mbase këtu, si të ri, kemi pas për qëllim
marrjen e aksioneve caktume, më i me thonën specifikisht, me qenë se neve jemi prej komunës Klinës dhe Klina njihet si një rajon i cili ka qenë shumë i ndezur, se shumë vatra tjera, sepse si kombësi kemi pas një laramani në këtë qytet, dhe nifet mirë filli prej gjeneratave se postbloki i Komaranit edhe postbloki i Dolcit kanë qenë të njoftën në mbar Kosovën. Dhe ne duke nisën pej kësaj nevoje e kemi sjell dinamit deri me ka 10 kilogram me të gjitha ato elementet përcjellse që bajnë domethënë të suksesshëm aktivizimin, mbase jo njëherë, po disa herë kemi ba dhe praktik në lumin e bardhë. Dhe kemi pasën përgatitjen që nëse lind nevoja të paktën me ba një aksion cili kish me qenë në aksion shumë i qëllun, se në stacionin policisë të Klinës njerëzit kanë vdek nga mizurit e dhënshme të asaj kohe. Dhe një prej asaj që ka neve na ka qu për me mendu edhe mjë përgjigje këti stacioni ka qenë përgatitja për një shpërthim aso një eliminin tërësishëm këti stacionit. Po vazhdojnë Koshore, jeni bashku të grupe se në kujt një konën? Po, se kalum, dhe me thonën, u lidhë tema nga Kalimashi. Në Kalimash unë kom qëndru vetëm 3 ditë. Njësit speciale nga Kosharja kanë ardhen në përrepartë përkatëse, që ju kanë përgjigj brezit kufitar, apo thyrjes e kufinit shqiptar, që me ngrumbullu me marë sa ma shumë ushtar, për me e mbrojt e thyrjen e kufinit shqiptar. Dhe kësaj kërkese, mes momentin kur kanë arrit kërkesat, në formën fizike, pra të ushtarve të ushtrisë njësi speciale, une pa e bonaj ushtrim kështu taktiko, teknik, apo armatimit, une për herë kam qenë i gatshëm një kumë bashkan gjitën kësaj kërkese, edhe direkt, prej kohës së paraditës, deri në mbrëmjen në terrin e asaj dite, neve kemi ecë skam për një parafërsisht një 6-7 orë, sepse s'ka pas mundësi lëvizje ndryshe vetëm se me armatime, me pajisje armatime ndryshme dhe çdo njani nga ne, po muj me fol për veten time, i ka pas të ngarkume më së pakti 30 deri në 40 kg në shpinë. Kur kam rriu në vijën e frontit, ka qenë një terr i madh në kuptimin e shiqimit, po edhe në kuptimin e ballafaqimit, një situate ndryshe nga ajo që neve kemi mendunën në kuptimin logjik edhe në kuptimin teorik. Thonë ma ndryshe, ma qartë, edhe shumë ma bindshëm, besoj, hapi parë i kyqjes në frontin e luftës, neve kemi pasën ballafaqimin me ramjen e dëshmorëve nga radhët e ushtrisë shërlimtare edhe ndëgjimin e frymjes të fundit që kanë pas ushtarët nga mbrojtja e thyrjes së kufinit. Pra, neve realisht nuk kemi arrit me i pa prej territ që ka qenë, sepse ka qenë natë, po kemi arritën me ndëgju frymen e fundit e disa ushtarëve të ushtrisë shërlimtare në brezin kufitar shqiptar, gjithësisht në batalionin e parë të vrejtoret, të drejtuar nga komandanti Hisen Berisha. Bashkimi ju ka domethënë të batalioni Hisen Berishës. Po. Bashkimi jonë ka qenë të batalioni i pari Hisen Berishës, ato ai njihet edhe si tereni i vrejtoreve. Më të vërtet ka qenë teren i vrejtore, jo vetëm kuptimin e një vrejtore, po ai vend ka qenë shumë i ashpër në kuptimin e luftimeve, sepse kur kemi shku ne
natën e parë atu ka pas borë, ka pas luftime pa ndërprera, po atu kanë vazhdu në vazhdimsi. Edhe sigurisht që ato që ka thashë ma përpara kur jemi ballafaqu me realitetin e një lufte aktive, i kemi thonë vetit se nuk ku ka sikur ashtu që kemi menduna, edhe pse kemi pasë vendoshmërinë, po ndryshe me mendu e ndryshe me u ballafaqu fizikisht në terrenin, pe terreneve më të nxehta të luftës. Ka pas luftime të shpeshta apo mendoj ballafaqime direkte me forcat serbe? Luftime ka pas të shpeshta gjatë gjithë ditës. Luftimet kanë pushu natën dhe kanë filluar në mëngjesin e hershëm. Edhe luftimet ka qenë të kalibrave të ndryshëm, sa që më të vërtetë e kemi pas vështirë neve me gjetën veten në pikat caktume se si mu gjindë. Po ashtu qysh kemi mujtë vetë me gjetë veten me ato lëvizje tune duke u mbrojtur nga disa fronte. Edhe fronti i sulmeve ajrore, në këtë rast pej topave, minahedhseve edhe sulmeve tjera ajrore, po edhe ballafaqimin apo sulmeve e të komsorive. Po du me hi hoqë të rose pak ma konkrete. Për shembull, njëna për ty në është plagosja e 4 të snajperistit gjerman, që ju një koni praneshëm atë, qysh ka ndodhur si ngjarje? Unë kisha me rrëfy një qast pak ma herët me shefin e brigadës, gjithësisht komandantin e brigadës, pas ramjes e legjendës ton Agim Ramadani, po kisha me rrëfye rastin se si unë jam njoftën me komandantin pasus të Agim Ramadani, gjithësisht me Rustem Berishën. Pasi që neve kemi nejtën 2 javë ditë në front, aktiv, pa pushu asnjëherë ditën edhe natën, për çdo neve na thoj se keni me shku me ndru sante kështu me radhë. Po luftimet e ashpra edhe synimi i mbrojtjes e asaj çka ne jeshim betu për ata, pra mbrojtjen e kufinit dhe tokave tona, ka ban që ne me qëndru ato ma shumë se kur qysh është para pa prej udhëheqësve tanë, konkretisht prej komandantëve tanë, në këtë rast Hisen Berishës dhe të tjerëve. Pra neve 2 javë ditë kemi qëndru në borë edhe në qarë, dhe s'kemi mujtë më këthynën për me ndru roba apo me marrë naj ushqim. Kështu që mas 2 javë jemi në rru, edhe kjo zgjatje ka ndodhur për shkakun se përgjimet në për radio lidhje ka qenë të atilla se sonte kemi me marrën aksion për me e kthynën kufinin nga forcat serbe, kemi marrë, dhe me thonë, përgjimet e kemi pasën. Edhe neve na ka shtunë për 2 javë. Mas 2 javë kur kemi shkuna në komandën e atëhershme ku kanë qëndru, dhe me thonë, hartusit e thyrjes kufinit Kosharës, edhe mbrojtësit e thyrjes Kosharës, do të thotë neve kemi qenë pothuajse të mbarum kuptimin fizik. Kemi shku edhe në momentin kur kemi hinë atë farë me thonën aja ka qenë si shtëpi ku ka tipar ka qenë me bagdi, po është sanu dhe me thonë një farforme edhe është përshtatën për me pushuna. Minutat e parë sa kemi mbrinj ato, neve ka fillu dhe tëtë me nënza gjumi nga pa gjumësia, dhe në ato momente ka ardhë komandant Rustem Berisha, për cilin unë nuk e njësha dhe se kësha pa kur. I gjatë me 7, i dëp nga pamja kështu, nga pesha, edhe në ka vetë djemë seni dhe si kalut. Neve panaj interes të madhë, ju kemi përgjitë se mirë, edhe nuk kemi ditën se me po komunikojmë. Tha djem kemi përgjime dhe kemi kërkesa nga fronti që mju bashkan gjitën dhe me thanën përkrahjes e ushtarëve për mbrojtjen dhe avancimin e frontit në Koshare.
Edhe më thonë drejtën, une si hoxh më kanë respektu gjithë shokët e mi. Kësaj më kanë thirrë 10 herë dhe nuk e ka ditë bile as emnin që e kam, po më kanë thirrë hoxh e ata më kanë pasu mua në ato kërkesat e mia. Edhe une nuk kom zuna interes me ndëgju se shka po thëtë Rustem Berisha, se kom ditën me kon të bëj. Nuk e kom ditën. Edhe dhe herë e ka përsërit fjalimin e tina, tha djem, tha, apo ndëgjoni, tha çka jem ka thëm, edhe apedeni, tha se me kon jeni ka komunikoni. Na një farë intervali shumë të shkurt kohor, veç kemi ndëgju me vëmendje dhe kemi thonë ju nuk pedim. Edhe na u ka drejtu me një tën pak më ndryshe, duke na thonë se unë jëm Rustem Berisha, komandanti i brigadës Agim Ramadani 138 Rustem Berisha. Edhe nga ky moment ju jap urdhën që të ngritni në kam dhe të nisnim për front. Ne kemi qenë të shtangur, të habiton, kemi shiqu njëri tjetrin edhe jemi ngritë në kam edhe kemi marrë rrugën nga kemi ardhë pa pushu as 15 minuta. Mirë po qaq shumë kemi qenë të lodhën kur jo kemi afru frontit, një pe shokve, qaq është lodhë me tha, sa që i ka ra të fikt, që shu ka në kam i ka ra të fikt, edhe atje që ka pas armën Kalashnikovin, që ka pas, ku ra në tokë, prej Alivanosjes, ju ka futën dhe me thanën këtu, ju ka futën gryka e tytës e kalashit dhe ka mbetën pavedije. Dhe me thanë, është një diçka e cila më të vërtet njerëzit, ushtarët konkretisht, kanë filju vetën deri në ekstremet më të larta njerëzore. Po kalim të plagosja snajperisë të Gjerman për cilin e filmu? Po, tutje, ne kemi pasën fatin e madh që në këtë hapësinën tonë, ku kemi vepru si njësi e 327 si Sen Berisha, edhe kemi pasën operacionit tona komsore. Në mesin e tyne, neve kemi pas fatin, sikur që e thash ma përpara, kemi pasën një snajperist me nofken Gjermani, për cilën do të thotë neve nuk ma thot mendja që mundemi me i dalën borxhit ndaj tina. Emri i cili të konë? Emri i cili ka qenë Mike Spice, dhe neve kemi thirrur Gjermani, po ai ka pasën një sniper, që cila ka qenë e rrallë, madje nuk ka ekzistu në frontin e kosharës e ngjajshme sukur e tina, edhe ku ai do thot na ka përkrahën në të gjitha kuptimit, na ka përkrahën kuptimin e eliminimeve, figurave kyçe të ushtrisë serbe, i ka pikatën dikun distancë deri në 5 kilometra dhe i ka eliminu me mjetin e tij ma specifik, efikas edhe shumë frydhënës, në kuptimin e dhënies mësimit se si luftohet për një vend i cili është në të drejtën e tina, edhe në kuptime tjera na ka motivu, gjithsesi mirë po, ja se fronti i luftës do të sjellë gjana të ndryshme mrena luftës, mrena luftimeve, ai pati rastin edhe u plagos me 4-5 ushtarë tjerë, dhe neve kemi qenë afër tina, fatbarësisht neve nuk kemi marr plag, po se i kemi dalë ndihmë si Gjermanit, si shokëve tjerë, dhe i kemi mbartën me fuqinë tonë dikon 300-400 metra gjatë vijës frontit, duke qenë në sulmet e mëdhaja breshërive e të armikut, po kemi arritën me dalën, me shkunën dhe me i qunën e të plagosërit tonë si Gjermanin, dhe prej këtyne ushtarëve që kanë qenë me shumë të plagosën ka qenë Ismet Berisha, i cili edhe sot është invalid i luftës, dhe muj me thanën prej
prej rasteve me interesante në kuptimin e rregullave ushtarake që unë sa herë të kujtoj rrethshethna. Edhe këto se kom thonë e herë tjetër, po ja që po vika momenti dhe duhet për me thonën për me kryo dhe na një porosi tonë, një fakt tonë për veten tonë, për të tjerët e sidomos për gjeneratat e reja. Kur i kemi qenë në fushën ku ka mujt me ardh pizgaveri për me marr plagosnit tan, për me qunën për Bajram Cor, për shërim, Gjermani, pra snajperisti, qysh ka qenë i shtrin për toke dhe duke i dal gjak nga fyti, plagët cilat neve nuk mujshëm me i kuptu se sa jënë trana. Pra në këtë moment unë kam qenën të i shiqunën Gjermanin se çka po ndodh me ta. Mirë po, nuk ka vënu shumë, ka ardhë komandant Hisen Berisha, në momentin e afrimit komandantit Hisen Berisha përballë snajperistit Gjermani, snajperisti pra, e ka mbledh vetën, i ka afru të dy durt afër trupit, edhe kam duke qenë shtirën tokë në pozicionin e shpinës, edhe e ka përshëndet me përshëndetjen ushtarake, Hisenin, edhe Hiseni gjithashtu e ka përshëndet me nderime dhe respektim ushtarak, edhe këtu i ka dhënë urdhën ushtarëve për me qitën në pjesgaver edhe për me qunën drejt qërimit. Po, aty ka qenë edhe Ismet Berisha nga fshati Gjurgjevik. Cilët janë komplogët e tyne, atë kujtohet diçka? Po, Ismet Berisha ka qenë në atë kohë na nuk kemi ditë se cilën është ma shumë i plagosën, po Ismet Berisha ka dalë ma vonë që ne kemi marrë informacion se ka qenë i plagosën Maran, ka pas në plagën në kam, edhe ka pas një plagë të thellë dhe tran ku ka derdhën gjak. Neve ja kemi mobilizu në kamën plagën edhe ndaljen e gjakut, aq sa kemi pas mundësi, dhe 4 vetë na u ka deshtën me kapën Ismetin për me mbartën deri në vendin e caktuar. Po prej këtyne të 4-ve unë e kom pasën e kamën në cilën ai ka pasën dhe me tha plagën. Që realisht ka pas dhimë të mëdhaja, edhe ka pasën her pas herë dhe bërtima nga mbajtja e vetës karshi dhimbjes që ka pas dhe humbjes gjakut, njëkohësisht na u doke që me majt pozicionin e kamës ti nivelin më të mirë të mundshëm, po njëkohësisht u duke me mbrojtën edhe prej granatimeve të cilat kanë qenë deri sa kemi shku të vendi i caktuar, pra ka qenë granatim në formën zigzake deri sa kemi mritën në tërhiqjen apo në prapavin e frontit. Po. Një rast interesant që më keni treguar është edhe njohja me Murad Muhammed Ali, një ushtar i cili ka ardhur nga Algjeria dhe ka luftuar në Këshare. Po, Muradin kemi pas fatin më takunën në Kalimash. Dhe pastaj ai ka qenë një njeri i cili pas ka pas një hori ushtarake, profesionale, edhe pas ka pas një pregaditje prej një kategorie të oficerit, dhe realisht ne kemi bisedu me ta, dhe ai ka qenë në domethënën i jetur në atë kuptimin që sa ma shpejt më ballafaqunën me kundërshtarët tonë, në këtë rast me ushtrinë serbe, dhe kësaj ndodhi realisht u paja, edhe është faktike se trupi i tij, eshnat e tij gjindën sot në varrezet e Kosharëve, pra ai ra dëshmor për atë dhënë e Kosovës, për cilën ne sigurisht jemi mirënjohës dhe falënderues, dhe kësaj neve na ka motivu se si duhet tipet gjithçka për mbrojtjen e vendit tonë. Kujtohet pse ka kaluar shumë kohë, diçka nga ajo bisedë ose diçka prej tiporeve të tij? Biseda më cilën neve kemi banën bisedat shkurta realisht, sepse këto biseda kanë qenë më me thonën as minutëshe,
ka qenë pavarësisht vështirësive të cilat neve kemi pasur në front, mungesave normale se lufta i ka këtu, shtytja, mbështetja dhe motivimi i tij, sidomos tek ne, personalisht po flas tek une, si një 18 vjeçar në atë kohë, pavarësisht vendosmërisë time dhe përgatitjes time, më thonë ndoshta prej përgatitjeve modeste, fjalët e tij kanë qenë që të luftohet. Para dhe është një jetë e cila nuk ka fund asherë. Një rast tjetër, domethënë konkret, është rasti i Xhezair Selmonit, i cili akmerret për vëllahun e tij. A mundi më na tregu detajisht për këtë rast? Na kemi pasën vëllezër tonë nga Shqipëria, sikur se Bilbil Breçani, Xhezair Selmani, edhe shumë tjerë të cilët na kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë. Duke pas parasysh se ata edhe e kishin kry ushtrinë paraprakisht, edhe pak a shumë e njeshin terrenin. Pra, Bilbili ka qenë një ushtar shumë i veçantë që ka ndihmuar Kosovën, për cilën na jemi mirënjohës familjes së tij, edhe ju në dhanën medalje dhe dekorata kësaj familje, gjithsesi. Po rasti i Xhezairit ka qenë, kyçja e tij ka qenë pak ma specifike, se edhe një vëlla i Xhezairit për cilën momentalisht nuk më kujtohet emri i tij, ka qenë front, po ja që ka pas fatin me ra dëshmor për atë dhënë e vet, për tokat shqiptare. Dhe momentin kur është varrosja e Xhezairit, ka vendos ato që t'i bashkangjitet ushtrisë shërbëtare, edhe pse ai ka qenë një maqar në informacione të ndryshme sikur në logjistik, po ka qenë vendimi i tij ka qenë, domethënë, marrja direkt në front, edhe fjala e tij se do të hakmerret për vëllaun e tij. Realisht neve Xhezairin, edhe pse atëherë se kemi njoft me emrin e me mbiemrin, neve kemi thirrë si Adem Jashari, se ka pasën portreti i tina, dukja e tina, fizionomia e tina ka qenë shumë e ngjashme me Adem Jasharin. Dhe neve kemi pasur për kënaqësi edhe për motiv që me thirr Adem Jashari. Hoxh, për shkak të kohës im ka fundi, çysh e përjetoi momentin e lirisë, kur e kuptove që liria veç erdh? Momenti i lirisë ka qenë i papërshkrueshëm, sikur shumë ngjarje reale, të kapshme, të prekshme, të lexueshme, që realisht e janë, po që neve nuk mujmë ja dha kuptimin e plot. Neve sa kemi pasën gëzim, aq kemi pasën edhe dhimbje dhe edhe keqardhje për shumë padrejtësitë të cilat ju mbanen popullatës tonë në mënyrën ma vandaliste, nga grupet ndryshme dhe nga ushtria në përgjithësisë e atëhershme e Serbisë apo e ish Jugosllavisë, dhe ndjenjat tona realisht kanë qenë të përzime. Mirë, po gjithherë krenaria ato i ka drejtu, ka kahja me e duhur e mundshme. Neve jemi rrështunën gjithherë me direktivat e komandantit tonë, për cilën unë jam shumë mirënjohës dhe respektues komandanti Hesen Berisha, me të cilin nuk kam pas komunikime gjatë gjithë luftës në mënyrë të vazhdueshme, po edhe me komandant tjerë. Ai na ka porositur që djem kjo është kry, pjesa e parë është kry. Një premtim ardit nuk muj me harru, edhe mirë që mu kujtu tashti, na ka dhënën Hesen Berisha, për cilën realisht edhe pse kemi pasën mendje tona, jo në kohën e duhur kena mujt me realizu. Komandant Hesen Berisha, apo siç neve kemi thirrë 327, na ka thonë që neve mundemi me i hek teshat ushtarake edhe me dorëzuar matimin ton vetëm atëherë kur dalemi në kufi me Mitrovicën dhe përballë armiqve tanë serb.
Mirë po rrjedha e punëve, rrjedha e mbledhjeve në qarqet evropiane dhe ndërkombëtare ka ba politika që do të thotë me ndryshuar, domethënë e qëllimin e udhëheqësve tanë për cilët me të vërtet kanë qenë mësimi më i mirë i yni, sepse ata na kanë drejtuar domethënë drejt hapave për cilët do të thotë neve vetëm jemi betu për atë çështje. Dhe kësaj jemi bashkuar te shtabi kasarnja e atëhershme e Serbisë e ish Jugosllavisë dhe ato jemi grumbullu dhe kemi marrën drejtimin drejt Jonikut, shtëpiave të asaj kohës të refugjatëve, edhe në shtëpiat e Jonikut ne kemi qëndru një kohë të caktuar duke respektuar normat, rregullat e një ushtrie të rregull sikur që ka qenë ushtria e çlirimtare e Kosovës. Edhe gjithsesi në ato drejtimet e veta dhe mundësitë e dhënies kontributit ashtu që na kanë dhënë direktiva, neve jemi përpjek maksimalisht që të realizojmë. Dhe nëse më lejohet për fund, më të vërtet sikur shumica më thonën djelmoshave të shkëlqyshëm shqiptar prej Kosovës, të cilët do thotë i kanë dhënë këtij vendin më të mirë të mundshme, duke qenë me një si ta quajmë me një pozicion larg nga një përgatitje që ka pasur ushtria serbe, po kanë triumfuar në mënyrën e shkëlqyshme, ashtu edhe neve me përgatitjet tona jemi shpërndana për vendet tona dhe gjithsesi e ka marrën drejtimin edhe ka marrën emisionin e vet në vazhdimsi. Në një pyetje këtë fundit, shumë hoxhallorë dina që kanë marrë pjesë në luftë, edhe pse një pakicë tyne flasin publikisht për këtë çështje, po duhet të pyet jo vetëm për hoxhallorët, po në përgjithësi për krerët e religioneve, domethënë jo vetëm për religionin islam. Cili është kontributi i tyne në luftën e fundit të Kosovës? Faleminderit shumë për këtë pyetje, sepse ndoshta nganjëherë po lëshohemi më gjatë edhe koha është e limituar. Realisht unë konsideroj hap të gabushëm të kolegëve të mi, ku pjesë e saj jo me dhënë, që këto fakte nuk i kemi paraqit në për mediumet tona dhe në për radio dhe shtypet e ndryshme. Për shkakun se në koshare dikon pjesëmarrës nga radhët e prishëve fetar nga religioni islam, muj me thonë që kanë qenë 7 vetë deri 10 vetë hoxhallar, për cilët unë vetëm një e kom njoftën, pastaj jam njoftë edhe me tjerë. Neve nuk mundemi pa i citu fjalët e komandantit të brigadës Rustem Berisha, për cilën ai është potencu në mënyrën më brillante lidhje me Hoxhë Januz Zejnullahun, i cili ai e ka quajtur si Mitsokoli i ri. Pra Hoxhë Januz Zejnullahu ka bën një akt i cili do të thotë është shëmbëltyr, jo e kohës për cilën neve jemi të fol, po shëmbëltyr e familjes së Jasharaj. Familjes së Shaban, e Hamz, e Adem Jasharaj dhe Jasharajve në përgjithësi, po edhe të gjithë të renëve dëshmor për lirinë e Kosovës, se ai me një vetë flijim e ka sulmunën një rëv, i cili ka qenë domethënë me një pozitë shumë të vështirë, ku neve jemi dëmtu nga forca kundërshtare armike, mirë po Jonuzi, si një djalë trim, si një Mitsokol, e ka filju veten duke ditur mirë se qa është duke vepru. Mirë po kjo ka lindë si nevojë, si domosdoshmëri për me thy këtë pikë edhe neve me avancu për para. Dhe kësaj unë e falenderoj shumë komandantin e brigadës, ai me një entuziazëm, me një krenari dhe me një shprehje e cila është më shumë si një shprehje, e ka citunën për Hoxhën se
ai është një mitsokoll i ri për cilën do të thotë është filju që me të vërtet me dhon shembull e gjeneratave tona. Hoxhallarët jo vetëm koshare, po gjithandej në tokat shqiptare. Muj me thonën prej lidhjes Prizrenit, prej vitit 2012-ës, 13-ës, 1878-ës, e merë parë, sikurse është i merë Prizreni dhe të tjerët, muj me thonë që e kanë dëshmu mënyrë specifike në luftën e fundit të ushtrisë shërbimtare të Kosovës, për të cilën do të thotë ne si shqiptar e kemi krenarin ma sumblime dhe pjedestalet ma të larta si popull në lidhje me këtë ushtri, e cila është shembull për shumë shtete të tjera se si duhet të punohet dhe të sakrifikohet për mbrojtjen e atëdhëv tonë. Në lidhje me këta, do të kisha deshtën, unë të paktën nuk kom njohuri që nga koeficioni besimeve tjera, to konkretisht besimi krishter, nuk e di që kemi pasur ndonjë ushtar në koshare nga radhët e preftrinjeve. Do të kisha deshtën sepse kjo është pjesë e thirrjeve tona të përbashkëta, pa kur farë dallimi, që mi motivu e njerëzit tonë se si duhet sfidohet, sakrifikohet dhe vetë flijohet për atë dheun tonë. Hoxh, faleminderit shumë që na rrëfeve për herë të parë publikisht në mediumin tonë. Unë nuk nosha të dëgju, faleminderit tani herë për mundësinë. Faleminderit edhe juve, nëse më lejohet, edhe 3 fjalë pas lufte për një vizitë e cila ka qenë nga një delegacion i veçantë për popullin tonë pa kur farë dallime, konkretisht për vizitën e imamit Qabes në Pej, në Bashkinë Islame të Pejës, ku ardhen na ka taku pas e shumë vizitave tjera që ka pas gjetiv në për Kosovë, dhe na ka thonën 3 fjalë shkurta se s'po du mos zgjatën, po me 3 fjalë na ka treguar një pasyrë të përgjithshme. Pra e ka përshkruar, e ka përmbledh në mënyrën më të mirë të mundshme, për cilën do të thotë unë edhe sot kam dëshirë me thonën vetëm që me të vërtet kësaj mendoj unë duhet punohet. Ai na tha kështu. Nga jeta ime se nuk ka vend të botës që nuk më arritën me shkel me kam edhe me vizitu, nuk ka ndodhur në historinë e njerëzimit që një vend kaq i vogël sikur që është Kosova, edhe në kuptimin e hapësirës, po edhe në kuptimin e banorëve, më quni fuqi, super fuqi, sikur që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës më ardhe më dalë në krah. Në. E dyta, ta dini edhe mirë, ta kujtoni në vazhdimsi se Zoti ju ka beku me pozitën gjeografike ku ju ka falë Zoti në këtë tokë, dhe këtë tokë është tokë e shenjtë, për cilën këtu ndërlidhen apo ngërthehen shumë interesa ndërkombëtare. Dhe duhet ju ta çmoni vendin tuaj. Dhe e treta, për sa kom lëvizur mrena këtyne ditëve, kësaj kohe, kum pa popullatën që janë kthy shpejt në vendin e tyre, pra në vendlindjen e tyre, në trojet e tyre, në trojet tona, edhe aktivizimin në punë e mira për fillimin e një jete të re, rindërtimin e shtëpive dhe infrastrukturës në përgjithësi. Na tha, në qoftë se vazhdohet ky ritëm, sigurisht që ju keni shpejt me arritën nivelin e zhvillimit evropian. Po realistisht po shihet në këtë tretën paksa kemi ngecë dhe kemi qalu, po sigurisht që do ta kemi parasysh të gjitha ato mësimet e mira dhe do ta nxojmë hapin ton. Besoj, Hoxh, faleminderit edhe një herë, po besoj që na ka rrëfy atë ojken, edhe pse kanë vetë shumë sa në tjerë. Unë më me thonën për fare për përfundim që për luftën koshare. Edhe luftën në Kosovë nuk ka njeri që mundet me rrëfy në përgjithësi.
po mund më të thadheni diçka i dashur ardit që për luftën nuk rrefehen të gjitha. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit juve.